Mirë, zhvillimet e ditës sotme në kampin opozitar, po jo vetëm edhe në atë të Partisë Socialiste, me kënaqësi do t'i bashkëbisedoj me zotin Aleksandër Qipa. Profesor Qipa, faleminderit që erdhe. Kënaqësi që të kam në studio. Doja të nisja me deklaratat e zotit Berisha, jo vetëm për protestën e 22 marsit, por gjithashtu edhe për akuzat që në një mënyrë të tërthort ja drejtoi hapur Gonzatos apo jo. Tani, të paktën në aq sa kemi parë në prononcimet publike, nuk kemi dëgjuar ndonjë prononcim të Gonzatos drejt për Partinë Demokratike, drejt për zotin Berisha. Për çfarë ka fjalën kreu i PD-s kur flet për raportime jo korrekte në Bruksel? Po, zoti Berisha është një politikan që ruan tipologjinë e vet të marrëdhënies me partnerët e me faktorët opinionbërës, jo vetëm brenda arealit shqiptar, por kryesisht edhe në institucionalizmin ndërkombëtar. Dhe në emër të kësaj konsistence, ai ndërton her pas here riciklimet e akuzave nominale ndaj ambasadorëve. Betejat e tij me ambasadorët në historinë politike të vetvetes janë të ripërsëritura. Më herët, një ndër më të bujshmet është dikur konflikti i famshëm, natyrisht në rrethana dhe në momente të ndryshme historike, midis ish ambasadores amerikane, Marisa Lino dhe zotit Berisha. Sot e rikthen këtë gjë, sepse zoti Berisha ka nevojë që të ndërtoj një marrëdhënie të cilën ai e konsideron disproporcionale midis faktorit, le të themi arbitër, që në rastin konkret janë ambasadorët. Kuptohet pozicioni i zotit Berisha mbetet delikat në këtë marrëdhënie, për shkak se ai ende formalisht i mbart dy, le të themi, non grada të shpallura dhe që kanë mbetur pending në marrëdhënien e tij institucionale si kryetari i Partisë Demokratike, Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Duke rikthyer një akuzë në adresë të ambasadorit të BE-s në Tiranë, ai nuk tenton të hapë një konflikt personal me ambasadorin, por kërkon që të tërheqë në kushtet e një rrethane dhe një konjunkture të re, që në një lloj pikpamje vëmendshmëria e Bashkimit Evropian mbi Shqipërinë sot është më e larta ndër aktorët euro-atlantikas në përgjithësi, dhe duke dashur që ta mbajë këtë të maksimalizuar këtë vëmendje, siluron akuza të cilat në fakt burojnë nga një dhënë e tij personale, por që nuk është e dhënë për publikun. Cila është kjo? Eksakt. Pikërisht informacioni specifik që sipas asaj çka thot zoti Berisha e lë të nënkuptueshme, sa i merr nga opinionbërja që përcjell ambasadori i BE-s në kancelarit e Brukselit. Dhe me sa duket, për shkak të këtij informacioni e siluron duke e goditur në atë që në perceptimin publik shpesh bëhet e besueshme, e panshmëria. Pra, mungesa e balancës së ambasadorit, përfimin e realitetit dhe problematikave që ka politika shqiptare dhe kryesisht qeverisja e vendit në Shqipëri, është një metodë që zoti Berisha e njeh mirë dhe e di fort mirë se çfarë ndjeshmërie mund të ketë në Bruksel, në spektrin plural të vendimarrësve dhe kryesisht të atyre që merren me testimin dhe indeksimin e demokracisë funksionale në vendet kandidate për antarët Bashkimit Evropian. Qartë. Profesor Qipa, në kushtet kur deklaratat tilla edhe më herët kanë krijuar mjegull edhe paqartësi, a është e udhët që të ketë një reagim nga ana e Gonzatos? Ka ndodhur më herët me ambasadorë të tjerë që ndoshta në thojë se janë sulmuar nga Berisha? Çfarë do të presim pra? Sa herë ka pasur deklarata zyrtare, por jo pohime verbale. Diplomacia është detyruar të reagojë. Dhe besoj në rastin konkret, në momentin që kjo do të zbardhet në faqen zyrtare të Partisë Demokratike, pashmangshmërisht do të kemi besoj reagim nga zoti Gonzato. Qartë.